Dhe nëse të gratë dhe vajzat avantazhi ynë ndaj kënetës është goxha i madh, tek burrat ai është ndjeshëm më i ngushtë. Por ama sinqerisht mbështetjen kuptim plot, prekse dhe inkurajuese të pjesës më të ndjeshme, të pjesës më të arsyeshme, të pjesës më sakrifikuese të popullit shqiptar, që janë gratë dhe vajzat, unë nuk do të ndroja kurrë me mbështetjen e pjesës tjetër. Mbështetjen e burrave dhe djemve, të cilën pa diskutim e çmoj shumë, si çmoj çdo shqiptar dhe çdo shqiptare që na mbështet. Por mes dy palëve nuk ka asnjë diskutim që unë zgjedh gjithmonë të parat, nënat, bijat dhe motrat. Dhe jo për një, as për dy arsye më shumë, po për më shumë se sa një apo dy arsye. Prandaj edhe sot, në ditën e rënies së gongut të fushatës zyrtare zgjedhore, nuk mund ta nisnim këtë etapë të fundit drejt finishit të 11 majit, përveç se këtu, përveç se kështu, me gratë dhe vajzat, që duke e njohur nga brenda organizimin e Partisë Socialiste, mendoj se meritojnë të quhen me plot gojen komandot e armatës tonë fitimtare në të gjitha qarqet e vendit. Ai flamur që ju keni qëndisur me shumë durim, zonë më zonë, njësi, qendër votimi, do të ambuloj të gjithë hartën elektorale të 11 majit. Dhe në mëngjesin e 12 majit, Shqipëria do të gëdhijet e gjitha e mbuluar me rozë, që është ngjyra e grave dhe vajzave, por që është edhe ngjyra e Partisë Socialiste të Shqipërisë.